Rozana Radi zbulon për çfarë kritikoi partneri. Pranon se i ka ndryshuar totalisht jeta. Këngëtarja u shpreh se jeta i ka ndryshuar për mirë 100 pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Po ashtu ajo zbuloi kritika që mori nga partneri i saj dhe çfarë i tha ky i fundit për rivalen e saj në lojë, Gerta Gixharin. Jeta pas pjesëmarrjes në shtëpinë më të famshme ka ndryshuar për mirë. Ka ndryshuar 100. Unë jam një Rozan tjetër dhe kjo fal Bigut, u shpreh Rozana. Kur dole jashtëm çfarë të befasoi më shumë nga reagimet. Rozana. Më erdhi shumë mirë për shkrimin që kishte bërë Rezarta në rrjetet e sociale. Të dyja jemi rritur dhe me rritjen tonë mendojmë dhe sillemi ndryshe. Do e falenderoj shumë pasi në një moment jo shumë të mirë timin në shtëpi. Rezarta doli dhe vendosi pikat mbi kritika dhe komplimenti që të bëri partneri. Rozana, nuk duhet I kishe falur disa njerëz. Komplimenti. Ti për mua je më e mira. Ka parë Gertën që më ka lënduar dhe pastaj doli ajo që unë I kërkova Gretës për të kënduar një këngë së bashku. Më shumë e kishte me Gertën besoj. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.